Përshëndetje, në fakt më prezantoj si kryetar, unë e kam të rëndësishme ta sqaroj që kam qenë thjesht një koordinator. Puna dërmuese, 99% e punës dhe emeritës për këtë program i takon atyre që kanë punuar me secilin grup studimi dhe biles edhe punën e koordinatorit duhet të veçoj kolegun Jani Marka, i cili edhe si koordinator ka bërë më shumë punë. Kur para një vite gjysmë Jani, Arlindi dhe Redi, kolegët e mi më propozuan që të asistoja në punën për prodhuar një program, pranova sigurisht për një herë. Pranova sepse kam qenë gjithmonë një simpatizant i Lizjes Bashkë për shumë kohësh, por edhe kisha atë merakun e punës. Pse merak? Sepse meraku buron nga dy elementë rëndësishëm. Nga rëndësia e një programi dhe nga vështirësia e ndërtimit. Pse rëndësia? Rëndësia kuptohet nëse ne kemi parasysh funksionin e programit. Çfarë është ky funksion? Është lidhja ndërmjet, u tha pak më parë, ndërmjet nevojave të njerëzve, aspiratave të tyre dhe një partie politike. Detyra e partisë politike është pikërisht t'i marrë këto mira nevoja, aspirata, besime dhe t'i kthejë ato në një platformë politike. Pra është një proces që kërkon punë intelektuale, kërkon impenjim. Dhe ju e dini që në Shqipëri dhe ku fillon vështirësia. Sot këto programet shifen shpesh si kot. Është një ekstrem që thotë, programet çfarë bëhen? Individët, çik zhurmë, pra politikë sipërfaqësore. Ka dhe një problem të kundërt, që është kur programi bëhet qëllimi vetvete. Po Lëvizja Bashkë këto probleme nuk shfaqet. Përse? Sepse janë jo vetëm intelektual të mirë dhe marrin seriozisht politikë, por edhe janë në terren, janë me njerëzit. Pra, e din çfarë ka nevojë masa e njerëzve. Tani, qoftë se shkojmë tek procesi punës. U ndan në 6 grupe studimore, dhe të 6 grupet, ekonomia, me themi, financat, drejtësia, probleme politike, probleme të jashtme, u ndan në 9 grupe. Secili grup bëri një analizë situatës, një njohje koncepteve bazë, bëri një evidentim problemeve, dhe në fund fare u kërkuat gjithëve të sugjeroni zgjidhjet e politikës. Në fund fare u krijuar një sintezë, cilën juve e keni dhe shikoni përmjet 4 shtyllave: shtet zhvillimor, shtet social, shtet i drejtës dhe politikë pjesëmarrëse. Këto nuk janë thjesht 4 shtylla të veçanta. Janë sintetizuara në mënyrë harmonike bashkë. Përse? Mjafton që njëra të mungojë dhe tjetrat janë pa logika. Për shembull, nuk mund të ketë një shtet zhvillimor pa institucione. Që të ketë institucione, duhet të ketë drejtësi, po mbi të gjitha duhet të ketë një lëvizje politike, popullore, masive, e cila të shërbejë si mjet presioni për të ruajtur këto institucione. Kështu që në fund fare unë jam i bindur që juve do të pëlqejë ky program, do gjeni te ky program aspiratat tuaja, nevojat tuaja, dhe në fund fare më lejoni edhe një herë të falenderoj të gjithë pjesëmarrësit që u përmendën më përpara dhe t'i uroj të gjithë kandidatëve të Lëvizjes Bashkë suksese në zgjedhjet.